forcën Saliani realisht e ka nga baza. Jo, kjo është tjetër meritë e tij pastaj, unë se njoh bazën. Ndoshta jo në gjithë Shqipërinë. Unë po flas për tezat. Në qytetet kryesore, realisht ka një bazë shumë të rëndësishme. Që për mua apo ja them, Korça, Kavaja, Gjirokastra, Vlora. Ka një bazë për të bërë një takim shumë herë më të madh se i Durrësit. Durrësi. Në Vlorë për mua do ishte interesante për të kuptuar dhe për absolut. Elbasan. Okej, Vlorë, Elbasan dhe Tiranë. Në Fier është Admeri. Këto janë sfidat e tij. Super takim në Fier. Pra, për mua forca aty vjen. Kadile nuk e kishte këtë lloj. Patjetër. Absolutisht. Flaske ke teza. Parimori ishte shumë për ta vazhduar tezën, po nuk mjafton me qenë parimori. Do të ketë fuqinë. Për ta vazhduar tezën që Partia Demokratike të vinë në pushtet, duhet minimalisht të barazojë rezultatin me PS-n në Vlorë, në Fier dhe në Elbasan dhe në Durrës. Po s'është për Saliani në këtë moment? Jo, po them që meqense ai mendon që është ka ndjekje në këtë zonë, prandaj. Kështu që besoj nga kjo pikpamje lëvizja e tij është shumë e zgjuar. Por duhet dihet të menaxhohet me durim, sepse ai ka kohë. A mund të ketë ai nuk e ka sfidën. Ai më është, a mund të ketë fatin e të gjithë sfidantëve të Berishës. Kjo. Nëse do nxitohet, do ta ketë fatin e sfidantëve. Nuk besoj që ai mjafton të jetë i duruar, pra ky është problemi. Se ka kohën e mjaftueshme. Nuk është se e ka kohën kundër. Për mendimin tim Saliani nuk e di shumë mirë që 2029 nuk është Saliani për mendimin tim luan për 2033-shin. Që nëse do vinte kishte drejtë. Jo, drejtë, po jo, llogaris Partia Demokratike deri 2033-shin. Çka tani nga 3-4 ne kemi lënë për të vujtë. Unë mendoj që takimi Salianit kishte 3 mesazhe të forta që i duhen një fjalimi të një lideri në rritje dhe nuk i bëjnë dëm partisë. Cilat ishin këto? Unitet, mesazh përbashkues dhe organizim. Nëse ne i marrim të analizojmë këto 3 fjalë si entitete të ndryshme që kanë një qëllim apo shprehin një ndjesi politike, shprehin një racionalitet politik apo shprehin një qëllim final të lëvizjes Salianit, të treja këto tregojnë që e shëndoshin Partinë Demokratike. Nëse ne themi unitet, zoti Saliani nuk po del aty dhe kërkon të marrë një shizëm dhe vete dhe të godasi Berishën. Nuk o bën askënd fajtor. Ai thotë ne së bashku duhet të bëjmë këtë gjë. Kur është një mesazh përbashkues është duhet riorganizimi të gjithë forcës politike që ne të bëjmë një forcë fituese. Duhet një forcë që mos të lëshojmë as pak terren me debate të brendshme, me luftë të brendshme. Po ashtu organizimi kësaj force politike, që është forca që ka lënë gjurmë të thella në historinë e Shqipërisë, siç është liberalizimi i vizave, siç është rruga e kombit, siç është antarësimi NATO që i ka bërë kjo forcë politike, kjo forcë tregon dhe ka eksperiencën e dur dhe ditë vinë pushtet kur ka organizim. Çfarë i mungon sot? Pse është në tako Partia Demokratike në fjalën popullore? Pse është e fikur? Se nuk ka organizim, sepse punën që do ta bënte Flamuri po e bën Saliani. Punën që do ta bëjnë kryetarit e qarqeve po e bën Saliani. Po i merr bazën, po e kthen loj. Pra po i merr ato gurët të cilët i kanë marrë, këta i kanë hedhur në lum dhe po i qëmton, po i zgjedh ato gurët dhe thotë me këta gurë ne mund ndërtojmë kalan e Partisë Demokratike. Mund ndërtojmë themelet, muret. Pra gurët, kush janë këto gurët? Janë baza, janë elementët. Janë ata të rinj. Shikoj djalin, vetëm atë djalin do ta japësh edhe një sertin atij djalit të ish kryetarit të Forumit Trinodi Bajramaj. Lëre partinë aty në dorë, s'ka nevojë. Ja elementi. Deri sot këta element nuk janë spikatur. Kemi parë aty brain gain, janë 3-4 kokra, hajde anës e portë mes. Jam zotëri që nga aty nga terreni del ai djali. Merr atë bëj kryetar. Ja pra që pas ka element. Pse Saliani nuk pret Almer? Çfarë nuk pret Saliani? Analizën që ka nisur zoti Berisha, të bëhet pjesë e analizës edhe të jap kontributin e vet në raport me Saliani nuk është duke kërkuar asgjë aktualisht, nuk ka një pretendim politik real. Jo, po ka pretendim nga Berisha është jashtë institucioneve të Partisë Demokratike. Ai është me bazë takim strikt privat. Në parti sot po rri Klevis Balliu, Albana Vokshi dhe Flamuri po bëjnë një vrim në ujë. Edhe mbrin Seli, bëj llogje kavaje dhe bëj çfarë të duash aty brenda. Rri brenda bëj. Si edhe si gjys kavajës vet, kështu. Kujdes. E kam në mos e përdor. E kam po bën mos e përdor po. Rrin brenda,
edhe nuk prodhojnë asgjë, pse kjo është për mbajtur godinën, për mbajtur peng, për të ruajtur godinën, jo. Partia është simboli i rritjes së elitave. Partia është simboli i hapjes dhe ku trokasin njerëz për të bërë këtë parti fituese. Nuk është partia një uzurpacion i brendshëm, i një godine që neve e mbajmë aty se na duhet i mos ta marrim. Pse sulmon Berisha këtë pra nëse është kështu Elmer? Unë ta kam thënë pra, unë kam tezën. Këta djem nuk ma besojnë. Do dalin teza ime. Berisha po pret amerikanët. Në moment që Berisha merr sinjal nga amerikanët që Saliani është i besuar i tyre, Berisha do pranoj Saliani pasardhësin e vet. Berisha mund të linte pasardhës edhe njerëz të tij më të afërt. Por kupton, Berisha përmendi edhe televizione kundërshtare, të paktën tek një deklaratë më përpara. Për mediat gjithmonë. Jo, televizione këta që promovojnë ide për demokratët thënë televizionet kundërshtare të Partisë Demokratike. Po, është një deklaratë politike. Jo, dha nuancat e një, se duhet ta lexojmë siç lexohet, dha nuancat që pushteti domethënë po jep oksigjen këtyre lëvizjeve, se kjo ishte. Intereson pushtetit kjo gjë. Ta them unë po e drejtë është që thotë Berisha. Po, aktualisht kjo lëvizje, ky debat i brendshëm Partisë Demokratike na bëri ne që temën mos ta hapim me Belinda Ballukun, mos ta hapim me aferat korruptive të Belinda Ballukut, po ta hapim me Saliani. Shumë e drejtë është. Por këtë e bën marsh, e bën himn Partia Demokratike, duke i marrë njerëz, duke nxjerrë shesh para ministrisë. Ne s'do kishim këtë temë sot para në emision, apo mediat e darkës, nuk do kishim Salianin, por do kishim Partia Demokratike mbledh 10.000 veta para ministrisë Belinda Ballukut. Partia Demokratike marshon dhe proteston para zyrës Ballukut. Po këtu pra, këtë lëvizje nuk ka bën. Këtë po thon Saliani, o zotri, ku jeni thot? Çfarë do bëni? Pse nuk lëvizni? Po këtë po thon pra, këtë po duhet thonë zgjimi, kjo është zgjimi. Sepse këta njerëz sot, të gjithë e themi që Belinda ka vjedhur, për fundja fare nuk protestojmë. Qa tregojmë ne? Tregojmë o jemi në pazar me Belindën, këta, jo ne. O janë pazar me Belindën, ose këta presin që të shpëtojnë Belindën duke shpëtuar veten. Por duke shpëtuar mbase ka një lojë të madhe, 3 polç, PD, PS, Belinda, që neve do ta mbajmë të konjunkturë aktualisht, sepse rrezikojmë gjithë bashkë nga SPAK-u dhe nga të rinjt. Të parë duhet lexuar edhe kështu. Pra, aktualisht nëse Partia Demokratike nuk e merr narracionin politik, ta çojë te Belinda, normalisht do merren me Salianin. Atë merr ka dhe i problem tjetër, se kanë shumica që janë aty në enturazh, po themi, të Sali Berishës, kanë një hall tjetër shumë të madh. Sepse duke me këtë lloj lëvizje, tashmë njerëzit nuk janë qorra, pa shikojnë se kush janë ata të cilët kacaviren për karrierë dhe për një post deputeti. Dhe kush janë njerëzit që bëjnë betejë? Kush janë njerëzit që realisht marrin vota dhe që kanë mbështetje? Ka një problem madh. Pra me këtë lëvizje duket që dha ata dalin në një farë kuptimi cullak. Pra e shikojnë që realisht janë 1-0. Po të them që një drejtues shumë i rëndësishëm i partisë ka qenë një ide shumë afër Tiranës për të mbledhur njerëz për foltoren ku dijon çfarë quhen atë përpara kryeministrisë dhe realisht kanë qenë 5 veta. Nuk u bë dot mbledhje e kryesisë dhe kanë shkuar në kafe. Ky është dështiru zotë, ti je dorëzuar, je kapitulluar. Ka mbaruar kjo punë. Dhe ky është një problem i madh. Tani normalisht unë e kuptoj që të gjithë këta kur shikojnë Salianin që mbledh dhe mbush atë sallë, normalisht që këta e di shumë mirë ku janë, çfarë vete. Dhe normalisht do duhet dhe bëjnë ç'është mundur që edhe nëse nuk e ka mundësinë të nxisin. Jo, përkundrazi Saliani Berisha që të mbajë atë qendrim. Dakor, po Saliani shkon për shtat. Ka dhe një tash Berisha ka çështje për pasardhësin, është vetëm kjo. Kjo është interesant. Po ta shohim edhe në har kohor, Lulzim Basha e mori partinë në 2013-ën, kur ishte ai për herë të parë kandidat për të bërë kryeministër, vetëm pas 8 vitesh. Dakor. Dhe Saliani këtë ka kapur këtë moment. Sot ai do donte të jetë kandidat për kryeministër me PD-n pas 8 vitesh. Denis, pra në normalitetin kohor të një lideri. Po reflektohet edhe Berisha nuk e pranon këtë pas. Ka pranuar Saliani si pasardhës. Dakor, kjo është okay. Po jo, e kam dalin televizja. Narrativa po lexohet si përçarje. Më vjen tani nga burimi nga Partia Demokratike, më vjen një dokument zyrtar i Partisë Demokratike i firmosur nga Flamur Noka, që i është dërguar të gjithë degëve. Po, mund ta lexosh. Po nuk kam syze këtu. Thot mbi procesin e analizës së brendshme për zgjedhjet e 11 majit, udhëzoi të gjitha degët
e Partisë Demokratike të njësë procesin e analizës së brendshme lidhur me zgjedhjet e përgjithshme të 11 maj 2025 në fokus objektive të mëposhme. Analizë e rezultateve në çdo qendër votimi dhe krahasimi me historikun elektoral të Partisë Demokratike 2009-2025, duke evidentuar në mënyrë të plotë të gjitha rrethanat që kanë ndikuar pozitivisht ose negativisht në rezultat sipas çdo qendre votimi. Analizë e faktorëve të brendshëm organizativ në nivel seksioni, grupi seksioni, dege dhe kandidat për deputet që kanë ndikuar pozitivisht apo negativisht në rezultat. C. Analizë të nevojshme për përmirësimin e faktorëve të brendshëm organizativ në nivel seksioni, grup seksioni dhe dege, përgjithësi përkatëse, duke propozuar sugjerime për organet drejtuese të partisë lidhur me nevojën e përmirësimit të organizimit të brendshëm apo ndryshimeve në statutin e partisë. Ja këtë bëri Saliani. Po. Ja këtë. Nxiti? Ja. Kjo është. Nxiti që këta të dalin bëjnë analizë. Tani le ti themi gjëra. Almer. Tani ti mund të bësh çfarë do lloj orientimi, ku di unë, çdo lloj drafti si do punojmë, por Saliani nuk thot këtë. Saliani thot që këtë analizë nuk mund ta bëj kjo kasa aktuale e drejtimit të Partisë Demokratike. Pra, Partia Demokratike ka nevojë për ndryshim. Ti bëhe sa duash analizën. Kjo Partia Demokratike, thot ai, është destinuar të humbë në çdo palë zgjedhje. Se analiza bëhet që zgjedhja e radhës ti të bësh. Pse të shmbledh fjalën e ende Këshilli Kombëtar, po nuk ka edhe një pra, çdo ndryshimi duhet të vijë nga kasta e re e drejtimit të Partisë Demokratike. Nuk mund të vijë nga kjo kastë. Supozojmë që Flamur Noka do ta bëjë dhe unë nuk jam dakord me ashpërsinë që ka në raport me Flamurin, sepse Flamur Noka është, le të themi, ka linjën, mban linjën strikt linjën e Berishës. Pra nuk mund të bëhet fajtor Flamur Noka tani për humbjen e Partisë Demokratike. Thënë këtë. Ka një test tjetër që duhet ta shpëtojmë doktorin nga Flamuri. Ja, nuk është kjo. Këto janë pastaj humor politik. Po ideja është kjo që nuk mundet që Berisha me Flamur Nokën, me kastën e vet të bëjë analizën e zgjedhjeve. Dakor Denis, po kjo është edhe një analizën e dikush e bën analizën kthesën e bën vetëm leadershipi i ri. Ke të drejtë. Kaq po thos Saliani, duhet leadershipi i ri. Në doni ta pranoni leadershipin e ri, shumë mirë, do vinë fitore. Nëse s'doni do shkojmë nga humbje tjetër. Kaq që thjesht. Kjo domethënë, ajo që shikojmë në rrjetet sociale, tani e thot vetë Saliani, apo ja ka mësuar dikush nuk e di këtë, po di që kjo është teza. Dakor, por ai mënyra se si Berisha po e projekton lëvizjen Saliani është si një përçarje e re që po futet. Po ta thash pra, është rreziku kryesor i Berishës është po i kërcënon Pasarsin në Buridë. Dakor pra. Po si Pasarsi për Berishën është më i rëndësishëm se fati i tij politik. Berisha sot je shumë i qartë, jam dakord me tezën. Okej, dakord. Ideja është që nëse rezulton që rikthen hijet e përçarjes Partisë Demokratike etj, rrezikon të shpallet armik për Partinë Demokratike dhe këtë po them risku i Salianit pastaj. Mund të rezultojë, është risku i Salianit, shpallet armik nga Partia Demokratike. Partia Demokratike nuk e ka sfidë me Salianin, e ka me 2027-ën. Rast se humbet, atëherë ka fituar armiku. Kaq që thjesht është. Pra, nëse PD-ja humbet në 2027-ën, ka fituar teza e armikut Saliani. Humbi Berisha në 2025-ën, nuk fitoi Basha. Dakor, pra po. Domethënë, normalisht projekti dhe idetë e Bashës ishin ide. Saliani besoj në takimet e radhës, unë mendoj nëse do vazhdoj të njëjtën do t'i shtroj një pyetje demokratëve. Demokratët do të thotë, doni të fitojmë zgjedhjet apo doni të mbani Berishën në pushtet? Pyetja është okay. Apo e çan kjo Almer Partinë Demokratike, rrezikon përçarje? Kjo lëvizje e Salianit është e dura dhe po e shëndosh Partinë Demokratike. Për sa kohë Ervin Saliani nuk kërkon që të krijojë një fraksion. Fraksioni është legjitim brenda PD-s, sipas statutit, pra nuk kërkon të krijojë një parti të re, një sigël të re. Kjo vetëm e shëndosh Partinë Demokratike. Është shkund. Imagjinoni një trung i cili në një trung që është kalbur dhe nuk prodhon filiza, por në këtë moment ky trung ka lëshuar një filizë të re. Kështu imagjinoj Partinë Demokratike. Ka edhe kjo filiza po zhvillon. Jo, unë e imagjinoj edhe kështu. Një plagë që sa ka filluar të shërohet, rihapet sërish nga një grup tjetër demokratash dhe PD-ja futet në të njëjtën spirale. Nëse ne do ta marrim. Jo, kjo është për të bërë, domethënë për atëherë, nëse ne do ta marrim do ta marrim në të japi konotacion mjekësor, unë do them ishte një trup i shtrirë që kishte nevojë për një mjek i cili duhet ta
ta çante, edhe që nxirte i qelbit. Doktorës Berisha tash. Pra po, ai doktori mbase ka harruar bisturinë, unë nuk e di. Por duhet të them këtë gjë që në momentin që ti Salianin e shef si antitrup, i cili një trup i smur kishte nevojë për ta larguar virusin e humbjes, hajde të marrim edhe këtë shembull, unë kështu e shoh, që kjo lëvizje i bën mirë Partisë Demokratike sepse i vuri në lëvizje flamurin që deri dje po priste që të vinte dikush që t'i jep ta shkundër edhe thoshte flamur bëj detyrën. Berisha po shikon si trup tuaj, ëh. Pse ndjekin Salianin demokratët? Ora kanë interesin e tyre. E demokratët do ndjekin çdo profet politik i cili i çon ata në destinacion. Në qoftë Saliani, në qoftë Luli, mos u merrni me emrin. Ata po kërkojnë dikë që t'i çojnë pushtet. Nuk po i çon Berisha, doli Saliani, do ndjekin Saliani. Nesër një më i fuqishëm atë do ndjekin. Demokratët janë me interesin e tyre, është legjitim. Nuk janë të lidhur ata se Saliani është hoxha, imami i tyre dhe këta janë një sekt fetar që po ndjekin. Jo, kërkojnë shpëtim zotëri. Ata ndihen të ligështuar shpirtërisht. Janë të stresuar, janë të irrituar dhe kërkojnë dikë i cili i nxjerr përtej. Pra i populli i cili e çan edhe më tej Partinë Demokratike. Jo çan pra, Partia Demokratike nuk ka shans. Nëse Saliani ka në mend të bëjë një forcë politike, do ta tregoj koha. Por aktualisht Saliani po i shërben Partisë Demokratike, po i shërben Sali Berishës. Po ja zgjon partinë. Nuk ka seksione, po ja çon flamurin të kërkoj seksione. Kërkoj kryetar, nuk ka më sot. E qartë. Këtë ai po mobilizon partinë, po bën shumë mirë. Duhet ta bënte vet leadershipi. Të dilte Berisha të komunikonte vet. Po e bën Saliani shumë mirë, është një zgjidhje shumë e mirë. Përkundrazi, aktualisht ti e mund zoti Berisha, postet më të rëndësishme, ja jap këtyre çunave që kanë dalë më të votuarit. Salianit, Ali Mehmetit, nuk pranon postat ato, nuk pranon. Ora është tjetër gjë, un po them çfarë ofroi Berisha, është tjetër gjë çfarë me çfarë do Saliani. Do të ishin ofruar, do ta. Çfarë duhet bër, si që ta bësh partinë më konkurruese. Do të ishin ofruar. Saliani e ka ndarë mendin që do të rivalizojë Berishën, është tjetër gjë. Por unë mendoj si shërben Partisë Demokratike. Ervin Saliani duhet të jetë numri 2. Jo, po ai nuk thotë. Ali Mehmeti duhet të jetë posti në kryetarit. Nuk thotë në pozicion tjetër. Tani nëse Ervin Saliani ka ndarë mendjen që do të marrë karrikën Berishës, kjo është një betejë shumë e vështirë për të. Koha do t'tregoj, ja del apo s'ja del. Por unë shoh që Saliani nuk e ka këtë ambicie momentalisht. Është duke i thirrur bazës, duke zgjuar bazën, duke thënë, shikoni se drejtimi që kemi aktualisht ambicia nuk vjen me një takim. Por duhet tregoj vetë që ai vjen për një muaj. Duhet tregoj vetë që ka për krahun bazë, ndryshe si mund të vijë ambicia. Denis, kalojmë pak te Balluku se ja arriti qëllimit kjo lëvizje që tash vendos vëmendjen tek situata në PD, ndërkohë që zhvillimet më të mëdha lidhen me gjykatën kushtetuese avokat edhe me le të themi ankimimin që ka bërë kryeministri Rama për pezullimin e zonjës Balluku nga GJK. Në çpik të situatës jemi, pse nuk ka ende le të themi pse u shty fillimisht, pse u shty ajo data ku do merren shqyrtim ky ankimim dhe çfarë po ndodh aktualisht? Është një situatë ad hoc faktikisht që ka ndodhur. Pra kolegji i anëtarëve gjykatës shtetësuese, të cilët janë ata që vendosin nëse mund ta quajmë në miniatur një seancë paraprake që bëhet në këtë gjykatë për kalimin e çështjes në seancë plenare. Në rastin konkret nuk ka pasur unanimitet vendimi. Pra duhet të ketë një unanimitet vendimi që të kalojë apo të ketë unanimitet. Që të tre të jenë pro ose kundër. Domethënë njëri nga këta ka qenë kundër. Absolutisht. Dhe në këtë kushte do duhet të jetë këshilli i gjyqtarëve më pas, pra mbledhet të gjithë gjykatës shtetësuese, të gjithë anëtarët për të marrë vendimin që do kaloj apo jo çështja në diskutim në seancë plenare. Pra, do diskutohet themeli apo jo. Çfarë sinjali është ky avokat? Minimalisht është sinjal që gjykata shtetësuese është ndarë në këtë çështje, minimalisht. Minimalisht është një sinjal. Po. Më pas për të parë themelin e çështjes, është gjitha për të parë, unë i përkas po themi atij grupi i juristësh që mendon që një antar i gjykatës shtetësuese nuk voton politikisht. Pavarësisht ndoshta edhe pse jo një përkatësie që të gjithë po themi e kanë, pra duam apo s'duam, e kanë gjithë një mendim politik, nuk ka lidhje fare. Pra që kur shkojnë votojnë. Mendoj që ata janë në nivelin e duhur ose mirë themi janë ose do duhet të ngrihen. Kanë integritetin. Në nivelin e peshës që ka ai institucion dhe po themi duke qenë antar i gjykatës shtetësuese. Pse është kaq i rëndësishëm avokat se edhe Rama çdo ditë po flet. Ne kemi diskutuar shumë herë këtë, besoj që edhe ju në emisionet tuaja. Ka një gjë.
Ajo që gjithëve bërë përshtypje është kjo, si ka mundësi që vazhdon narrative e kryeministit çdo ditë hapet, po themi ai monologu që ai bën me ballukun dhe me kërkesën që ka bërë në kushtetuese. Duket sikur dhe këtë e kam bërë kryeministri ka një hall i madh, një hall të madh. Po, kjo është se nuk ishte është një problem i madh për që shikoj unë. Pra, mund të kishte një qëndrim për të thënë sepse e bëri këtë kërkesë ose pse pati këtë qëndrim dhe kaq. Fakti që ngulmon çdo ditë unë shikoj deri diku pse jo dhe si një presion të ekzekutivit ndaj gjykatës kushtetuese. Unë kështu e lexoj dhe jo vetëm unë, besoj që shumë mund ta lexojnë në mënyrë të tillë. Këtu ajo që është e rëndësishme është fakti që ka disa elemente, unë besoj që ju e keni shtëlluar këtu, po jo, ta diskutojmë shumë sepse telegrafike, po i them këtë. Konflikti nuk mund të jetë një konflikt kompetencash, sepse në një farë kuptimi unë besoj që absolutisht GKK-ja nuk i ka marrë asnjë lloj kompetencë kryeministit. Pezullimi nga detyra në kuptimin e funksionit publik nuk është kompetencë kryeministit, nuk e ka ai këtë tagër. Ai ka një tagër që propozon emërimin apo shkarkimin një antari të qeverisë, të ekzekutivit, i cili më pas merr pëlqimin e parlamentit dhe më pas drejtohet nga presidenti. Pezullim nuk ekziston. E gjithë narrativa që nuk mund pezullohet sepse cënohet parimi i ndarjes pushteteve, për mua absolutisht nuk qëndron. Çdo lloj mase që merret dhe është e përcaktuar në Kodin e Procedurës Penale është në funksion të hetimit. Duhet të shërbejë hetimit. Dhe këtë e përcakton në kërkesën që bën prokuroria dhe ai që e vulos dhe që po themi merr vendimin është GKK-ja, pra gjykata. Dhe në këtë kuptim, nëse realisht provat janë të tilla që zonja nderuar, e cila është atje si zëvendës kryeministre dhe si ministre e infrastrukturës dhe energjisë, do duhet pezullohet, është sepse do duhet të jetë në funksion të hetimit. Nuk mund të lihet një person nëse ka vjedhë të vazhdojë të vjedhë. Nuk mund të lihet një person i cili ka probleme me provat që të vazhdojë të dëmtojë provat. Madje nëse doni, do duhet të jetë në këtë lloj mase dhe prandaj u bë dhe masa tjetër që askush nuk flet më, e cila për mua është më e rëndë se sa pezullim nga detyra. Do të ishte masa më e thjeshtë, nuk do të ishte fare problem. Që ndalimi për të lëvizur lirisht e shtetit është një masë më e rëndë, sepse ka rrezikike, siç na iku një zëvendës kryeministër tjetër, pra ka në praktik kemi një rast, kemi një precedent. Dhe në rastin konkret për mendimin tim, GKK-ja ka qenë absolutisht me atë vendim që ka marrë, madje do thoja prokuroria në momentin e përfundimit të hetimeve për sa i përket akuzës për shkelje barazisë në tendera, ishte shumë e kujdesshme. Dha sinjalin dhe ja hodhi dorashkën kryeministrit. Që kjo, ose ky person i cili tashmë është i pandegur, ka statusin e pandegurit, numri 2 i qeverisë, ose duhet të jap dorëheqjen, ose do duhet ta shkarkoni. Në momentin kur shikohet mosveprim nga ekzekutivi, vazhdon prokuroria, edhe në vazhdën e hetimeve të tjera fatikisht që ka bërë në lidhje me këtë çështje, dhe ndërmerr një masë tjetër ndaluese, e cila është pezullimi nga funksioni publik që ke. Sepse realisht më prish hetimin. Realisht nuk mund të qëndrosh më në këtë detyrë. Dhe parimi ndarjes së pushteteve më pas, për mendimin tim, nuk qëndron, që është cënuar, se nuk qëndron. Dakor, po nëse është kështu, nëse dikush do të ishte cënim që GKK-ja, pra me kërkesën e prokurorisë do të merrte një masë që thoshte pezullimin dhe mos lejimin e kryeministrit për ta zëvendësuar. Kjo do ishte të cënosh kompetencat e kryeministrit. E kryeministrit, në mënyrë absolute. Po, me qartë. Kjo do të ishte një problem tjetër. Megjithatë unë uroj shumë, si jurist, prit se është e rëndësishme kjo, që gjykata kushtetuese ta kalojë në seancë plenare. Por të shqyrtuar themelin e kësaj çështje, të kësaj mosmarrëveshje, e cila do të shërbejë si normë kushtetuese në të ardhmen. Për të zauruar problemin. Do duhet të zaurohet, sepse ai dini se askush nuk flet që gjykata në mënyrë absolute, gjykata me kërkesën e prokurorisë mund të pezullojë nga detyra dhe një prokuror, mund të pezullojë nga detyra dhe një gjyktar, të cilët fatikisht me ligj e ka KLP-ja ose KLG-ja. Por ama GKK-ja mund ta bëj, madje prokuroria pra SPAK mund ta bëj, duke pas parasysh pikërisht faktin sepse do ta bëjë në funksion të hetimit. Një gjyktar. Paga shumë është e njëjta analogji. Është e njëjta gjë. Prandaj them që unë jam i bindur për mua që absolutisht ai ankimim do rrezohet, por ama do duhet të shqyrtohet për mendimin. Si do rrezohet? Jo vetëm ka një gjë se në kuptim që do marri 5 vota kundër. Më ngacmoi ankimimi kryeministrit. Avokati. Më ngacmoi avokati kjo pastaj
Po do ngelin në fuqi... Do ngelin fuqi pezullimi. Pezullimi, absolutisht. Shikoj, megjithatë unë mendoj që çështja... Mund kemi dhej 4-4 që është po njëta gjë. Po flas pak për ngelin fuqi. Ngelin fuqi pezullim. Aspekti Unë procedural. po them do ketë dhe 5 vota. Pse mendoj që kjo çështje është shumë delikate? Pse? Edhe në kuptimin e si thua e asaj. Prandaj them që do i përgjigjesh të rusën në konstitucion. Si çka ka ndodhur pra? Nuk do isha dakord që të kishte një qasje nga kolegji i antarëve të gjykatës kushtetuese për të thënë për mos e kaluar fare seancë plenare dhe nuk e pranon. Pra tu them unë që pranueshmërinë e kërkesës në kuptimin e legitimimit. Jo, do duhet të shqyrtohet. Ajo që përmend ti është vërtet precedent dhe është një precedent i çuditshëm. Pse çka ka caktuar gjykata ose mënyra se si është formuar gjykata kushtetuese. Për çdo çështje të rëndësishme, ka apo s'ka material, ka lënë një kolegj me 3 veta, me short, nuk ka rëndësi. Ky kolegj duhet të jetë i aftë për të kuptuar ka apo s'ka çështje. Se nuk mund të investohet gjykata gjithmonë. Jo, për një sekondë, se kjo është që mund të shkojë. Po, edhe këtë gjë, kjo konsiderohet gjëja më e thjeshtë e një çështje që mund i vi gjykatës kushtetuese. Pra, kjo dosje ja vlen për ta marrë ne apo jo? Është 1/3 e gjykatës. Fakti 1/3. Fakti që kësaj radhe për herë të parë nuk kemi një vendim unanim, çfarë do thotë? Do të thotë që marrim supozojmë vetëm atë gjyqtarin ose gjyqtarin që ka thënë jo, s'ka material tu për ta shqyrtuar. Tani ky zot, nëse nesër në seancën e gjyqtarëve do vendosë që ka dosje për ta shqyrtuar, ky del jashtë loje se çfarë do shqyrtojë ky kur mendon që s'ka dosje. Pra e kupton sa delikate situata? Nesër po, që është rëndësishme, ky i cili është i paragjykuar tashmë në votë. Jo mos është ai me nuk është normë. Jo, ky nuk më kuptoj ku e kam ide. Pra deri diku ne kemi lexuar votën e këtij. Po. Ose më themi se si ky do vendos. Po. Pra se ky në momentin ky mendon që nuk duhet të kalojë seancë plenare. Po këtë po them. Dihet që ky do të jetë kundër. Mirë, në rregull, më dakord, këtë po them pra. Pra ky thotë që as për shurtim, jo më në themel, që nuk ka bazë. Shikoj pak si po të marr një situatë hipotetike. Në 8 veta, supozojmë që 5 mendojnë që duhet futet në... Nuk janë bërë 9 ende dhe jo, nuk janë bërë. Është hapur gara për zëvendësimin e zonjës Sonila Betja, e cila ishte një nga gjyqtarët në këtë kolegj. Atëherë, supozojmë që në 8 veta 5 mendojnë që ka çështje për ta shqyrtuar. 3 thonë jo, s'ka, se kështu kanë bindjen. Tani kur të hidhet çështja në themel, këta 3 dalin jashtë loje, se çfarë do thonë këta? Për çfarë po unë s'jam fare që kjo çështje të vi? Çfarë argumentesh do japi këta? Prandaj them që kësaj radhe është shumë e vështirë, delikate situata. Si e parashikon? Kështu që unë nuk e di, unë mendoj që kjo nuk di ta them, nuk është se kam ndonjë situatë. Se kushtetuesi edhe kësaj here shkon kundër kryeministrit, çfarë paralajmëron? Kjo pastaj, shiko, Rama i bie dyta pas Veliajt dhe në një situatë shumë delikate për kryeministrin. Ka një dallim. Prandaj them unë është e vështirë për të kuptuar se në rastin e Veliajt nuk kishim këtë ngërç që ka apo s'ka dosje. Gjithë ishin bindur që ka dosje, zotëri. Pra ka në një farë mënyrë ka material për ta shqyrtuar. Këtu gjysma e gjykatës mund të thotë ore pse na keni mbledhur. Ne kupton ku është situata. Kështu që unë mendoj që ajo e vetme gjë që ne duhet të presim është që të dalë sa më shpejt ai vendim dhe të qartësohet që në këtë vend dhe duhet të marrë një shembull pak në një farë mënyre me nenin 242. Ai nen i kodit të procedurës penale aty ka qenë. Atë nen mund ta kishte përdorur dhe Theodori Sollaku. Mund ta kishte përdorur dhe Ina Rama. Mund ta kishte përdorur dhe Adriatik Llalla. Pra aty ka qenë. Pra prokurori, kthehemi prapë tek ajo që është lëvizjet që quhen sui generis. Dakor, jo, tjetër gjë. Prit mëse njëta gjë është më burit. Jo. Ku i kanë mësuar këta prokurorë që shkojnë tek lajmëronin për dhënë. Një sekondë, po aty ishte më burit. Pra le të themi kodi aty ishte. Nuk është se kodi erdhi tani në mespakun. Dakor. Që do thotë, pse nuk është përdorur në të kaluarën? Sepse kushtetuta thotë që nuk ka dallim të madh mes një drejtori dhe një ministri, apo nuk e kemi përdorur se s'na ka lënë politika ta përdorin. Rregë e dyta. Jo, kjo është dilemë, se unë për shembull personalisht nuk pa hyrë çështje, ose se kemi ditur fare këtë, ose se kemi ditur fare që me këtë mund të çojmë një ministër, mund të jetë kjo. Një kryeministër. Pra tani po edhe një, prandaj po them. Tani pra me këtë zgjidhje, tu kishim. Ja, faleminderit edhe regjis. Ktu pinin verë. Ja ku është? Ktu pinin verë
verë dhe thonim që nesër do jetë 15-0 në gjykatë të lartë. Po pra, jo, nuk ka lidhje kjo. Ka qenë drejtësia, o zot. Ore, nuk ka lidhje kjo. Kjo ka lidhje. Dakor, Po treguar se kush ishte drejtësia. Por ama, një sekond, prit. Mos u nxito. Kjo pikë që i referohet merit të vitit 1995, i referohet dispozitave ligjore që kishim në atë kohë, kushtetuese, nuk kishim kushtetut. Pra dispozitat ligjore janë të ndryshme. Dispozitat normative që të kushtetuese. Në momentin që vjen kushtetuta dhe ku aty betonizohet imuniteti i deputetit, i ministrit, këtu pastaj është pikë pyetja, ne unë këtë gjë duhet na sqaroj gjykata kushtetuese. Ora është njësoj ministri me një drejtorie në raport me imunitetin? Kaq. Dhe kjo e bën çështjen që duhet shqyrtuar patjetër. Pavarësisht se unë nuk besoj që ajo është një gjykatë një niveli që mund të jap një zgjidhje. Jo, nëse do, kapacitetet çfarë mund të prodhojë, le të themi, ajo që atë pasojat janë këto, dy janë pasojat. Në raport me çështjen Balluku nuk prodhon asnjë efekt. Sepse spaku është i qartë. Edhe nëse rrezohet edhe nëse aprovohet kërkesa e Ramës, spaku do shkojë me një kërkesë tjetër. Në rreth shtëpie. Do kërkojnë parlament tjetër gjë. Por ama këtu ka fituar Rama që thot precedenti është ky, që ti s'mund më vish pezullosh ministrin tjetër mua, që mund të kem nesër një problem. Pra këtu është e rëndësishme për të kuptuar dhe për t'i dhënë një lloj dhe po ta shohim Ramën do ta shohësh në pozitën e një politikani. Nuk ka deputet në parlament, as vetë opozita, as deputetet e opozitës që të dëshirojnë që gjykata kushtetuese t'i jap të drejtë procedurës së spakut. Nuk ka. Edhe kjo është qisharake, që thuash që po pengon ekzekutivin në përmbushje. Jo, ato janë lëra politike, po ne po flasim. Ne po flasim, shiko. Ka ngel kaq vendime. Fal një sekond. Të lutem për parim. Ne janë për ligj. Jo, po lemo Rama bën politik. 140 deputet që janë aty. Nuk ka sens që një prej tyre të thotë që po jam dakord që me një vendim GKK-je unë të pezullohem nesër kur të jem ministër. Nuk ka sens. Pra, këtu kemi të bëjmë me politikën dhe drejtësinë. Sigurisht që politika do kërkojë një imunitet më të madh në raport me goditjet e drejtësisë. Në çdo vend botës është kjo. Nuk ka asgjë alarmante. Por në anë tjetër ngritet një pyetje pse s'është përdorur deri tani dhe pse po përdoret tani. Po këtë po them pra. Kjo është skenari. Kjo jep të drejtë, kjo në një farë mënyrë. Po drejtësia ka ngritur stegun në kuptimin e hetimit. Po jo mos është vetëm. Kjo mbetet për tu parë pastaj. Kush e çon ndërmend se mund të kishim këto lloj goditjesh nga spaku tash. Ty lutem, këtu kemi qenë. Po. Shiko, rasti. Po pra, kjo nuk është goditje e zakonshme. Pra, të pezullosh një ministër. Por nëse një ministër është kapur duke vjedhur do nuk është kapur më duke vjedhur. Është poetohet duke vjedhur. Është pandeu. Një sekond. Nëse ti merr statusin e pandeut, do thotë që këtu ekzistojnë elemente penale. Nuk të nxjerr dot dikush pandeu. Një sekond. Fillojmë janë elemente procedurale hetimore paraprake. Këtu jo. Këtu e ka mbyllur, për këtu e ka mbyllur. Thotë ti zoja nderuar e ka pra për vetën e vetë spaku e ka mbyllur këtë lloj situate. Po pra, po të në rregull, më dakord me ty jam. Thotë që në mënyrë që të mbrohet hetimi, në këtë stad që ti duhet largohesh. Për hetimet e tjera, jo largohesh, po të heq, se ka tagin me të heqjet zotri. E ka vendosur dikush tjetër. Unë të pezulloj minimalisht. Po de facto është i larguar. Po pra minimalisht, sepse de facto i larguar. Ti vazhdon. Ti vazhdon dhe vjedh, ti vazhdon me prish provat. Madje ke edhe problem tjetër që mund të mikësh edhe jashtë shtetit. Çka ka këtu? Këta janë masa të cilët janë marrë por t'i shërbyer hetimit, janë në funksion të hetimit. Nuk të ka dënuar askush. Nuk bëhet çameti se ikën Balluku dhe vjen një zëvendësministër tjetër. Ç'është emri, s'kemi fare ç'është emri. Ministra nga Kosova më tet tash do lloj budalliqës. Tash është shtekot. Po ta dëgjojmë pak Almerin Denis se për Ballukun duhet dëgjuar dhe Almertos. Jo, kjo është një çështje juridike, prandaj unë qëndrova disi të rrequr dhe pse kam informacionet e mia lidhur me atë që po luhet në gjykatë kushtetuese. Unë që në një studio tjetër rreth një javë më parë paralajmërova presionin e lartë që do i ushtrohet anëtarëve të gjykatës kushtetuese dhe mendoj që ky presion e ka dhënë efektin e parë për sa kohë nga kolegji i gjyktarëve pra me 3 anëtar, 2 votuan pro Belinda Balluku dhe 1 ishte kundër. Pra kolegji i përbërë nga Sonila Betja, është ky Sander, si ka mbi emrin, është ky antari tjetër dhe Marsita Sander Peci dhe Marsita Xhaferllari, u zbuluan votat dhe ka votuar pro Belinda Balluku që çështja të shqyrtohet
pra nga kolegji të kaloj për shqyrtim tek gjykata kushtetuese me 8 antar, 2 votat ka qenë e zonjës Betja dhe këtij Sander Pecit, kanë votuar pro dhe Xhaferllari ka votuar kundër. Dhe që këtu duket presioni dhe lidhjet, intriga politike dhe ndikimin e vet që të shqyrtohet çështja në kolegjin e antarëve të gjykatës kushtetuese. Tani pse Rama po doli me mesazh të dytë sot? Rama ka një hall tjetër. Halli Ramës është ajo që ne diskutuam me Denisin më parë, cila ishte kjo, që nuk do që ky president i kthehet president për rastin e tij personal në një çështje korruptive. Pra në një moment nesër mund të kthehen president. Pra për çështjen me Gonigal, që Rama është përfshirë që po heton Spaku, thot, sipas të dhënave tona, neve pezullojmë nga detyra kryeministrit në mënyrë që mos na kthehet një faktor kundër nesh duke prishur provat. Pse mund ta bëjë? Po mund ta bëj pra se ja bëri ministres. Nëse kalon presidenti. Po pra mund bëhet. Pra nëse kalon kjo mund edhe kryeministri, mund bëhet edhe presidenti. Po është i zgjedhur kryeministri. Kryeministri nuk është kryeministri. Po edhe presidenti. Kryeministri për të gjitha institucionet. Kryeministri nuk është njëri i zgjedhur nga parlamenti. Nuk është i zgjedhur drejt për drejt nga vota. Nuk është zgjedhur më çfarë lidhje? Jo, mos vendos pak në 242. Mos mbi vendosemi. Nuk është funksion administrativ. Ja po ta mbaroj nuk është i zgjedhur sipas ligjit elektoral. Çdo njeri që nuk përfshihet tek kjo kategori është njësoj. Kryeministri është njësoj. Po ta shpjegoj. Si të gjithë më janë njësoj. Kryeministri mendoj është një lloj si ministri. Pra edhe kryeministri nëse mund pezullohet nga detyra sipas këtij precedendi. Pjesë e këshillit ministrave. Kjo është frika më e madhe që ka Edi Rama. Po kjo është edhe për liderin e opozitës më. Po mos po flas, nëse u vendos presidenti, vendosu për gjithë kjo. Edhe lideri i opozitës nesër do ketë precedent. Ka që thjesht është. Ne diskutojmë precedentin në kabinetin qeveritar. Është shumë i rrezikshëm sipas Ramës. Prandaj Rama është i shqetësuar. Për Ramën duhet të rrezohet për Ramën politikisht, ky vendim duhet të rrezohet dhe më pas Rama mendoi që ja hap derën Spakut, duke i sjellë parlamentit heqjen e mandatit Belinda Ballukut, pra hapi radhën që të marrë parlamenti dhe aty Edi Rama e lëshon Ballukun, por nuk do që Balluku të biri nga vendimi i gjykatës kushtetuese, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese rrezon Ramën nesër zotëri. Kaq si e parashikon Almer? Unë mendoj, unë kam rezultatin. 4-4 ndahet. 4-4 të mbetet fuqi kjo, pezullimi. Pezullimi, kështu kam informacion. Mbetja në fuqi e pezullimit, çfarë pasojash prodhon? Prodhon që Belinda Balluku tashmë humbet detyrën dhe funksionin. Por Rama çfarë rrezikon nga kjo? Rrezikon që nesër një të ardhmë të afërt Edi Rama. Dy gjyqtar, siç u thotë, 2 njerëz, një prokuror dhe një gjyqtar mund të pezullojnë kryeministrin, po nuk është funksion kushtetues. Unë nuk mund të jap. Gjykata kushtetuese ka pasur shumë herë më të vështirë për mendimin tim në rastin e zotit Berisha me vendimin numër 1 të vitit 2024, ku ishte për sa i përket masës sigurisë. Që do të thotë, në një farë kuptimi gjykata kushtetuese vendosi një normë të re kushtetuese, që deri diku ishte në kundërshtim me nenin 73 kushtetutës. Kur thua që deputetit nuk mund t'i kufizohet liria në çfarë do lloj forme, e ka kushtetuta këtë, nuk e kam shpikur. Po mirë, u bë precedent ai pasi. Çfarë po them pra? Kaq më është. Ndërkohë gjykata kushtetuese thotë jo. Po. Përveç se masës arresht në shtëpi dhe arresht në burg, por masat e tjera nuk ka nevojë për autorizim. Kjo për mua ishte goxha e rëndë. Këtë po thot pra dhe Rama. Sepse mund kthehet në një precedent. Në mënyrë absolute më ke kufizuar lirin. Rama sot mund atë që nuk bën opozita bën drejtësia me kryeministrin. Të lutem, e pezullon nga detyra. Rama sot ka bërë ndoshta shpjegimi më të qartë sot. Pas shumë daljesh, sot ishte më i qartë nga të gjitha herët e tjera. Tha nuk ka lidhje ky precedent me Ballukun fare. Fare, hiqeni emrin e Ballukut. Dhe unë në një farë mënyrë e mirë kuptoj si një politikan i cili do të mbroj rastin e vet. Kur them do të mbroj rastin e politikanëve. Pra, nëse del ky precedent, çdo kryeminist që do vinë në këtë vend është përballë rastit që mund pezullohet. Almeri thotë atë që se bën opozita e bën Spaku. Edhe një herë Almeri e lët për gjysmë. Opozita nëse vjen pushtet, kryeministri i opozitës është përballë këtij precedenti. Kryeministri i opozitës nesër do jetë përballë, mund të rri vetëm një muaj në pushtet. Se mund të gjejë një për aferën më të vogël korruptive. Po pra, ore mund të gjejë një shkelje që ka bërë ai. Po më mund të gjejë pra. Në një muaj të parë qeverisje bën një shkelje, siç jemi mësuar ne, administrative dhe nis hetimin dhe mbaron puna me një muaj. Pra ti ke marrë një mandat 4 vjeçar me një muaj largosh. Ne pastaj diskutojmë këtu që
që kryeministri duhet bëj shkelje në tjera të kësaj natyre, këto janë pastaj muhabet morali. Ne po flasim jemi në këtë pikë që gjykatës i jepet fuqi pastaj. Po pra, ky është precedenti. Ky është precedenti pra. Por po ta them këtë lloj kompetence se këtu duam të fusim në labirintin që duam. Pavarësisht nga gjitha, jam dakord me atë që tha dhe Denisi dhe Almeri. Por ama ka një gjë esenciale. Këtë lloj kompetence për ta pezulluar, ja ka dhënë vetëm një institucioni. Gjykatës. Si e ka dhënë, nuk e ka dhënë. Kurse në punë, në një kontratë pune normale, që ti je, ku je i punësuar, të pezullon. Po. Këtu po flasim për një antar qeverie, ekzekutivi. Dhe këtë tagër, po të shpjegoj, për ta pezulluar, e ka vetëm gjykata. Nuk e ke ti, nuk e ke as kryeministër. Dy gjëra ka. Propozon për emrim, madje nuk e emron ti. Mund edhe parlamenti ta hedhë poshtë, në një demokraci funksionale. Po kështu është grushteti, pas ka drejtë Rama, grushteti është. Pa kush po bën grushteti tash të lutet. Po, e drejtësia tek ekzekutivi. O zotëri, nëse flasim ekzekutivi. Po, problemi nuk është ka për duke vjedhur zonë. Kjo që po thoni, unë do marr tashmë pjesën tjetër. Kemi një qeveri totalisht që vjedh për ditë, edhe problemi që ka gjyqësorë se kanë hyrë kompetencat. Do ta arrestojnë në zyrë edhe si kryeministër. Ç'është kjo më tash? Ç'është kjo se po bëni disa arsyeime që nuk kanë kuptim. Problemi është se kush është proporcionale apo jo masa. Ka qenë shumë e ore. Do kishe qenë këtu do ishin, po në këtë studio apo në studiot e tjera që do kishin lajthitur nëse do kishin marrë një masë arrest në shtëpi apo arrest në burg. Unë besoj që Spaku dhe gjykata kanë qenë të kujdesshëm. Duke thënë, shiko, është kapur mat, duke vjedhur. Po e pezullojmë. Thjesht po e pezullojmë. As arrest në shtëpi, as arrest në burg. Unë se kuptoj fare dhe realisht. Ama pjesa tjetër që shiko se po më shkel në kompetencat e mia, po, ti ke disa kompetenca, por ama numri 2 i qeverisë është kapur në këtë lloj gjëre dhe kur them që ka statusin e pandeurit, do thotë që për këtë vepër, për këtë akuzë ka përfunduar hetimi, nuk ka asgjë më. E ka marrë pandeurin, e ka gjatë. Ekzistojnë në mënyrë kumulative elementet e veprës penale për këtë vepër. Jo, e lëm ballugun, por çdo kryeministër këtu pastaj është i ekspozuar ndaj çdo kapriço të tregët një gjyqtari, një prokurori. Këtë qasje që ka të kryeministri ne di pse e kemi. Se askush nuk ka arritur madje ta mendoj, ta imagjinoj që drejtësia mund të shkojë kaq lart. Ky është problemi i madh që ne kemi. Derisa të mësohemi me këtë, që mund të shkojë edhe kaq lart, ky është një problem tjetër. Tjetra, kemi një tjetër praktik që kur nuk është arrestuar kush, nuk është pezulluar kush gjatë kohës që ka qenë në funksion, pra që ka qenë në detyrë. Dhe kjo duam apo s'duam, kjo ekziston, por ja që nuk është më këtu. Unë besoj që edhe fakti që ka qenë ky nen dhe nuk është të përdorur, nuk është argument. S'është argument. Jo, kush e ka çuar në mend këtyre që ta përdorin. Por ka disa prokurorë, ka disa njerëz aty. Është era e parë që ata nuk janë kot aty ku janë. Kjo është aftësia e një individi që brenda SPAK që quhet Dritan Premçi. Pastaj pjesa tjetër që është e rëndësishme është kjo. Megjithatë unë edhe duke i reagrupuar gjitha këto mendime të ndryshme, që fakti që ha debat dhe ka debat, unë kam thënë ky është ditën e parë. Absolutisht që ka debat. Madje në kuptimin e parimit të ndarjes pushteteve. Dakord jam, sepse pushtetet funksionojnë me check and balance. Problemi është që do duhet shkojnë seancë plenare dhe do duhet i japi një përgjigje shtyruse gjykatës shtetësuese. Duhet bëjmë dakord. Duke edhe me pika, pse nuk ka konflikt kompetencash, pse nuk cënohet parimi i ndarjes pushtetive dhe pse nuk cënohet garancia kushtetuese një antar i qeverisë i cili është quasi me imunitetin e deputetit. Edhe proporcionaliteti. Por ajo është këtu nuk kemi në masë strënguese. Tu është masë ndaluese. Pezullimi nuk futet gjë nuk futet, nuk është masë tjetër. Shiko, prandaj unë thash masa e sigurimit janë tjera. Kjo është masë ndaluese. Vendimi gjykatës kushtetuese, prandaj pse është i rëndësishëm? Sepse, e merr si pikë, e merr si shkak ose si shtys për të shkuar te kjo vendimarrje rastin Balluku, por nuk përcakton fare fatin politik apo penal të zonjës Balluku. Pra,
u bë shkak Zoja Balluku për këtë. Politikisht ka mbaruar Balluku. Kjo është për kryeministrin. Në një farë mënyrë jo, duhet të them. Shiko çfarë do ndodhte. Balluku ka mbaruar punën. Jo, nuk e kam aty. Shiko çfarë do ndodhte. Po ka ndodhur një vend botës të lutem, vetëm u përgjigj që ti je i pandehur dhe ti je ministër akoma. Ama më thuaj vetëm një. Jo në hetim. Shtetës në tim mund të jemi më mirë, do të them diçka tjetër. Në tim nuk ka se tani, në rast se zonja Balluku ose Rama do ta kishte shkarkuar më njëherë sa doli akuza, prokuroria nuk do përdorte fare në erin 242. Po, në rregull? Ta thash. E holli që do të thotë, ky lloj precedenti u bë shkak nga, le të themi, situata politike që kishte Balluku. Pra, në një farë mënyrë ne tani kemi mundësinë që ky gjykat i japi ndërtim që ky nen i 242 duhet për se pastaj me siguri unë jam i bindur një gjë do ndodhi. Në raport me nenin 242, menjëherë mazhoranca do shkojë në ndryshim ligjor. Pra, aty do t'i vërë ndonjë filtr tjetër. Çfarë do të ndodhë vetë? Po do përdorur vetë. Shiko, futet në fuqi kjo më njëherë, sa vota do për të ndryshuar kjo? 84 vota asgjë. 84 vota. Jo, kushtetuta. Vetëm Almer ta mbyllim si e shikon këtë. Jo, ma elaboro këtë atë që bëri opozita do e bëj spaku. Jo, në 242. Unë mendoj që ka një vendosmëri të Amerikanëve në sinkron me Europianët që Belinda Balluku duhet largohet përfundimisht nga politika. Unë kam informacion sigurt, po ta them kështu të sigurt fare, që Marta Kos i ka kërkuar Edi Ramës shkarkimin e Belinda Ballukut. Po ashtu edhe Gonzato ka dashur, pra drejtuesi i zyrës së Bashkimit Evropian në Shqipëri ka kërkuar Ramos në rrugë private dhe këtë gjë, që të reagonte, ndryshe do dilë me një deklaratë politike. Dhe Rama, po ta shikoni 2 ditë më parë, tha që nuk na bën dot kush presion për të reaguar për të bërë. Pra ka një vendosmëri absolute që Belinda Balluku duhet të ikë nga kabineti qeveritar. Sepse Belinda Balluku ka bërë një gaf shumë të madhe, një gaf shumë të rëndë që nuk është thënë deri sot. Belinda Balluku ka bërë mendoj një lëvizje që mendonte që i shkonte për shtat, por atë e ka dëmtuar jashtëmase shumë, ka futur në Shqipëri një pajisje që ka përgjuar shumë njerëz, ka përgjuar Spakun, ka përgjuar qeverinë dhe ka përgjuar këtë dashur. Një MC Keçer. Kjo është nga shërbimet. Pra MC Keçer, pajisja që futi Sajmir Tahiri ka futur Belinda Balluku në Shqipëri dhe kjo rezulton e faktuar nga shërbimet. Dhe për këtë gjë edhe shumë detaje tjera që shumë rënd pastaj. Kjo është rasti që po merret në hetim. Është fusha e tij e spekulimit, unë nuk përzihem. Unë nuk flas spekulim, unë flas vetëm të vërtetën. Edhe informacionet që kam unë i kam 100% të sakta. Kështu që koha do t'rregojë për këtë gjë. Belinda Balluku është duke huetuar më shumë për këtë gjë. Dhe unë di themi gjë që ndërkombëtarët janë në një zë që Belinda Balluku nuk duhet të jetë më pjesë e qeverisë shqiptare. Presioni ndërkombëtarëve do jetë edhe i hapur, por edhe direkt ndaj kryeministrit. Këtë keni për ta parë se si janë, për mua, unë di them të gjithë anglezët janë shprehur pranë kryeministrit, edhe kam informacion nga kryeministria që kjo zonjë ka lidhje me krimin organizuar dhe është shqetësuese ky fakt që ajo qëndron ende në qeveri. I është komunikuar kryeministrit. Se nuk e lëshon Rama atëherë? Rama ka një gjë. Rama mendon që është duke mbajtur, është duke fituar kohë për t'i treguar Ballukut një lloj mbështetje, por Rama në vetvete e lëshon që nesër hapi radhës nëse gjykata kushtetuese nuk e pezullon, hapi radhës i Spakut do testoj Ramën. Edhe do testoj Ramën çfarë do bëj? Do t'i çoj Spakut, Spaku t'i çoj parlamentit dhe Ramës kërkesën për heqjen e imunitetit Ballukut. Aty do duhet Rama, do ta mbajë ta lëshoj. Dhe nëse Rama e mban aty, unë mendoj që bie qeveria zotri. Unë mendoj që në Shqipëri ne do shikojmë zgjedhjet parakoshme në pranverë. Pra, i ekzistojnë të gjitha sot, është një situatë turbut, që drejtësia po bëhet një faktor më i rëndësishëm se çka qenë. Prokurorët po bën më agresiv dhe më vendosur ndaj çështjeve që kanë se çka qenë. Pra, jetojmë në një situatë ku askush nuk e ka sigurt asgjë. Mund të lvizë ato lvizje tektonike nën këmbët e politikës shqiptare janë aq të forta sa mund të hapet një grop që mund të t'i gjithë brenda. Koha do ta tregoj se çfarë do bëjnë këta në raport me këto sinjale që bujvin politikës. Rama nda mbaj apo do lëshoj. Nëse ikën Balluku dhe Rama nuk e lëshon, ikin të dy zotri. Dhe unë ta jap skenarin që në pranverë me shumë mundësi Rama detyrohet të bëjë zgjedhje të reja. I fiton si fiton në çdo çështje, por jetojmë në këto skenare të mundshme që janë si skenare prezente që e kërcënojnë për ditë apo e shohin si realitete që politika shqiptare mund të gjendet në një ditë papritur. Siç e tha avokati që nuk e mendonim që
do shkon të Spaku të pezullon nga detyra një zëvendës kryeministre, mund të pezullojë një kryeministër, por Spaku mund bëhet një faktor që mund të kalojë Shqipërinë në një trajektore tjetër politike. Mund të zëvendësojë gjithë klasën politike. Dhe kjo do të ndodhë kjo shumë shpejt. Pra unë mendoj që klasa politike në këtë vend do spastrohet. Nuk ka ndodhur siç duhet deri në këto momente, por me zgjedhjen e kreuturit Spaku do shikojmë një rrebesh arrestimesh zotëri, rrebesh, 20-30 arrestuar do kesh. Majtas, djathtas. Nuk diskutohet më koka, kreu, fundi. Do jenë goditje të forta. Ministra, ish kryeministra, ish ministra, kryetar bashkie, drejtor të rëndësishëm. Pra, aktualisht Spak do t'rregoj potencë të fortë. Unë kam qenë kritik me Spakun për ato gjëra që nuk i ka çuar mirë sipas vendimit tim, por mendon që do ketë trend edhe me drejtuesin e ri? Më fort. Pra drejtuesi i ri i Spakut do godasi më fort, edhe Majtas dhe djathtas. Drejtuesi i ri i Spakut, sipas informacioneve që kam unë, përflitet që mund të jetë Klodian Bravo. Këtë e tregon vetëm një takim që ka bërë i dërguari i Shtetit Bashkuar të Amerikës zoti Fleming që e ekspozoi dhe ambasadë amerikane takimin, e publikoi ku ishte duke i dhënë dorën të vetmit kandidat. Asnjë tjetër nuk e kishte shtrëngimin e dorëve. Pra është mesazh që amerikanët duan Klodian Brown si drejtues i Spakut. Detajet Albert, falenderoj, Denis, falenderoj. Një batut, po, se batuta do çik humor në fund. Unë për 2026 vetëm për një gjë jam i sigurt, që botrori do luhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për këtë mund ta them. Të tjerat nuk i dim. Të tjerat e di Spaku.